Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me jam unë Elvana Shala dhe sonte bashkë do të flasim me një grua shumë të veçantë të Republikës së Kosovës, e cila për më shumë se 3 mandate ka shërbyer si ish kryeshefe e Këshillit të Pavarur të Mediave. Me mua dhe me ju është Naile Selimi Krasniqi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit Elvana, mirë se u gjeta. Kënaqësi me të pas në studio si je në këtë të shtun. Kënaqësi edhe për mua të jem bashkë me ty, këtë bashkëbisedim. Më the që shumë rol ke dalë në media dhe në intervista, sidomos kur flitet për veten tënde, sepse sonte do të hapësh kartat e jetës tënde dhe të gjithë ata që kanë punuar për vite e vite me radhë me ty, do të kenë mundësi të njohin në një spektër komplet tjetër, si ka qenë Nailja ose si është si personalitet për te i punës. Pse ke vendosur, para se të vim tek procesi i zakonshëm i emisionit, pse ke vendosur që t'jesh shumë pak e pranishme në media? Kur ka marrë pozitën e kryeshefes ekzekutive të Komisionit Pavarur të Mediave, një institucion që sapo ishte themeluar në vitin 2006, përgjithësitë kanë qenë aq të mëdha dhe gjithçka ka qenë e re, më thonë zhvillimet veç të mediave vishin. Çdo ditë u ballafaqeshim me diçka të re. Institucion një herë fillimisht i vogël, probleme të ndryshme, edhe fokusin e kom pas si ti bëjmë punë të mirë e ma mirë, si ti përmbush ato obligime që i kisha, që pozita cilën e kisha marrë mi ngarkonte. Pra ishte thjesht më e rëndësishme puna se sa paraqitja në media. Gjithmonë gjatë atyre viteve sa kam qenë në atë pozitë, ka qenë e rëndësishme të kemo në rezultatet, ndihem mirë për ato që apo i bëjmë atë ekip shumë të mirë që e kam pas në KPM. E këto daljet në media nuk kanë qenë shumë të dëshirueshme për mua. Mirë, dashur do të flasim më gjithsesht edhe për punën tënde në Këshill edhe për gjithë karrierën tënde, por para se të vim tek ajo pjesë, dua të kthej në retrospektiv krejt në fillim, si ka qenë Nailja kur ka qenë fëmijë. Çka mban mend nga ajo periudhë? Elvana, faleminderit edhe një herë për mundësinë që të bashkëbisedojmë. Edhe shumë faleminderit për këtë format që po ja udhëron publikut, që njerëzit flasin ose që ndoshta jeta na ka shtyr në proceset ndryshme, në rryma të ndryshme të jetës, sa na kemi harruar ndoshta edhe kush kemi qenë edhe që kemi filluar jetën tonë. Edhe kjo është diçka shumë e mirë, që edhe po na bën me mendu shumë sikur kemi të zgjedhur një problem shumë të madh. Të mendu kush kemi qenë, se ndoshta ndonjëherë edhe po mundoset po harrojmë. Nailja ka qenë një fëmijë, një familje 7 anëtare, fëmia i 5 në familje. E fshatit Novosill të Pejës, një mësuesi qim, edhe një nane që ka qenë shtyllë shumë e rëndësishme dhe shumë e zoja e familjes. Jo më shkollu në fshat, i takoj asoj gjenerate që i kem përjetu edhe agjendje të rëndë të para luftës edhe të luftës. Kur edhe shkollimin mandej u dasht me fillu shkollës mesme në për shtëpi, po ne kemi vazhdu prapë në fshat. Jam pjesë e gjenerate që kom përjetu gjithçka. Kam qenë fëmijë shumë gazmor, ndoshta pse isha edhe fëmija më i vogël i familjes, ndoshta dikush ka konsideru, po dhe veten më me konsideru pak e llastume, në atë moshën shumë të hershme të fëmirisë. Kom marrë shumë dashni prej familjes, prej nane, prej babe, prej motrave, vllaznive. Edhe jam mësuar edhe me dhënë shumë dashni, dhe që kam ka përcjell gjatë gjithë jetës. Faktori njeriu ka shumë i rëndësishëm për mua. Të marr parasysh që baba ka qenë një prej mësuesve të parë të asajane, ka përcjell shumë gjenerata, ka pas raste që i ka përcjell, do thonë, ju ka ardhur puna dhe prind që i ka mësuar, po mandej edhe fëmijët e tyre. Vetë jo që na është thonë, mi dhonë rëndësi, kështu me fjalë mësimit, po jemi rrit me ato që mësimi është shumë i rëndësishëm, më thonë të edukohemi, të arsimohemi, po sidomos ta dim të respektojmë jetën edhe njerëzit. Natyrisht. Kjo ka qenë ajo që pjesë e fëmijërisë. Kam pas një mendje shumë kreative, në moshën prej 9 vjeç kam filluar të shkruaj poezi. Edhe kam shkruar shumë poezi, edhe në atë kohë kur gjithçka lidhej edhe me çështjen e Kosovës, takime të ndryshme që janë majtë në ato fshatrat e Pejës, me ngrit vetdije, me dhanë
një farë motivimit njerëzve që edhe për ato që kanë pret, se gjithmonë Natyrisht. nuk ka mendu situatë e mirë për ato që ishte Natyrisht. gjendja. Natyrisht. Kom marrë pjesë në ato takime me fjalime të ndryshme, me recitale, edhe jom njoft ashtu si një Naile, nxënëse e mirë, e Ambicioze. sjellshme, edhe poete. Mhm. Që fatkeqësisht këtë çështjen e poezisë ka ndodhur lufta, edhe kur nuk mund të me sqaru as rikthy. vetes, që atë motivim, atë inspirim që ka ndodhur më ka ardhur të shku në shkollë. Jo më ul në rrugë. E vazhdon, e ke vazhduar për asaj kohë? Fatkeqësisht jo. Apo e ke nolë që në kohën e luftës? Që në kohën e luftës Poezit që e i ke kam shkru dalë. para luftës si fëmijë, ke pas mundësi me i rujt, apo E janë keqja dëmtu të është, gjitha? jo, edhe kjo është diçka që e kam peng tjetës, të gjitha fotot familjare, albumi familjar që e kemi pas, të gjitha fotografit para lufte, të i përfshim andej edhe një fletore që ka qenë shumë e mirë. Nuk e kemi pas atër mundësi të kemi tash këto dhe mënyrat, më thonë, materialet Digitale, e natyrisht. të shkrumit të mira, fatkeqësisht më kanë djegë. Edhe nuk e di pse, ndoshta gjitha ajo situatë dhe ndoshta pas lufte gëzimi ka qenë aq i madh që përfundon gjanat e këqija. Në atë kuptimin gjanat e këqija që kem pas frikën, unë personalisht mos do të ndodh një të zgjasin ndoshta edhe më shumë se sa në Bosnjë që ka zgjat lufta. Po, natyrisht. E kom pas atë motivimin që tash do të shohësh përpara. Edhe krejt ato të këqijat një formë. I ke mbyll aty. Po. Edhe ndoshta ishte jeta si soi kur gjithçka u doq në familje lufta, pasojat luftës sikurse në tërë Kosovën. Fokusi mandej ka qenë çka unë mund të bëj, të angazhohem, punoj, të ndihmoj familjes, edhe mandej të shoh rrugën time dhe përfundimit të Si studimeve. nisi kjo jeta e re pastaj, pas luftës? Jeta e Cilat re, ishin në ambicjet e vërtet, tua? edhe në luftë kam qenë refugjate, edhe në Maltezi, pastaj kemi dalë në Shqipëri, në Tiranë, me familje. Dhe jemi kanë edhe të ndamë edhe me familje, desa jemi bë bashkë, kanë qenë sfida Jashtëzakonshme. sikurse çdo Po. kosovari kohës time dhe më të vjetër që i kam përjetu. Kam pas fatin me fillu me punu që është si refugjate, me 25 maj 1999, kam fillu të punoj në Kosova Press. Tonë edhe aty tani kam fillu e dashnia e parë me punën e medias. Po. Edhe me kuptu rolin e informacionit. Kosova Press, pas lufte kur jemi këty në Kosovë, me 17 korrik, kam pas fatin shumë të madh, të jem pjesë e ekipës edhe tyre njerëzve që kishin prit gati një dekadë, me i dhanë za informatës nga Kosova, medias kosovare. Kam qenë pjesë e asaj dite madhështore kur është fillu Radio Prishtina në atë kohë, Radio Kosova, Po. kur është arrit të bëhet një radioprogram i lajmeve 30 minutëshe në këtë ndërtesë, kështu që sot kur hyna e pa tani ndjen shumë të mirë, një ndjen mallëngjim, Po po është ndjen që të krenarie. ngjallën nostalgjit e jashtëzakonshme të asaj Mandej kohe. rrugtimi im ka fillu me media. Me Radio Prishtinën, mandej Andaj sigurisht edhe studimet ishin studimet, ishin bënin me media apo krejt jo, ndryshe? studimet i kam pas, kisha fillu para lufte gjuhë dhe letërsi angleze të studioj. Ato i vazhdova pastaj, në 2005 fillova master Educational Leadership në Universitetin e Calgaryt në Kanada, dhe studimet i kam lidh me përvojën në media, me rregullimin e medias, me komunikim, tek tani së fundmi në studimet e doktoratës, ku jam kandidate për doktoratur në shkencat e komunikimit në Universitetin e Ljubljanës. E kam një përsimje, shkollimi deri me tani. Po gjithmonë e fokusuar tek mediat, tek fjala, tek shkrimi, Po, tek informimi sakt i publikut. Kjo ka rrugtimi im këto e ka përfshi. Mandej në KPM në vitin 2006, kur kam fillu mandatin e parë, mirë po kam qenë pjesë e institucionit paraprak që po ashtu është marrë me rrugëm të medias, që ka qenë komisioneri i përkohshëm i medias në kuadër të OSB-s. Po, kjo nuk jam nda prej kësaj fushë, prej rregullimit. Asesi e ndarë prej mediave. Jemi në minutat e fundit të kësaj pjesës së parë, çka kujton prej sfidave kur e kujton gjithë këtë të kaluar prej kohës fëmijërisë deri në këtë moment? Nga koha e fëmijërisë, fatmirësisht kam pas një jetë që më kanë shumë e kënaqshme me ato që e kam pas, me ato që kam u ka dhënë.
edhe ndoshta i gjithë populli një kohë në të fazë ka qenë si njëjtë. Kim pas detet e njëjta, gëzimet e njëjta, ambicjet kanë qenë një klasë shoqërore, po. Ashtu sa do të mëdhaja ndonjëherë jenale ke thonë nuk e ke mendua kemi arrit. Po prapë se prapë ke mendu ma të mirën që ti unë për vete gjithmonë e kom mendu unë dua të ndihem mirë me ato çka do të arrij dhe çka mund të arrij. Edhe po mirë tjetë ndihen mirë afër me sfida. Nga koha e feminisë mund të them ka qenë më shumë ndoshta vetë situata që na ka përfshirë të gjithëve. Ajo ka qenë diçka ato ndjenja që i kemi pas ose edhe para lufte kur marrë në studime, nuk më guxov ta kem me vete në udhëtime pe Prishtinë indeksin. Një tregu familjes edhe sukseset e mia në studime që i kisha. Këto kanë qenë sfidat e asaj kohe që jo diçka tjetër. A i ka mbri Nailja krejt dëshirat e saj si fëmijë sot si e rritur? Them kom pas fatin mi arrit, edhe ndihem shumë e përmbushur, ndihem shumë mirë. Shumë e bukur kjo. Edhe unë gjithmonë tash nuk e di, është edhe puna që të bën mi arrit gjanat, po unë gjithmonë mendoj që ndoshta edhe kom pas fat, që fatkeqësisht jo të gjithë gjenatës time e kam pas. Po, e vërtet. Mirë, për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, e nisim këtë emision me një pikë muzikore, ndërkohë që rikthehemi vetëm pas pak me hapjen e kartave të hyneshës ime për sonte. Të dashur dëgjues Radio Kosovës, jemi rikthyer sërish në studio, po ju shoqëron emisioni Hynesha, me ju jam unë Elvana Shala, e përballë meje sonte është Naile Selima i Krasniqi, e cila tani do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. E thash në fillim të emisionit që jeni mësuar ta shihni për shumë mandate në krye të Këshillit Pavarur të Mediave, por tani do ta kuptoni se si është ajo si personalitet dhe si ka rrjedhur jeta e saj në 3 perspektiva të jetës së saj, nga e kaluara deri tek e ardhmja e afërt. E dashur e gati. Po. Zgjidheni kartë nga e kaluara. Në fillim, në mes, në fund, ku të duash ti zgjedh. E marr ka fundi, masi e kemi mbasë të kaluara. Në lidhje me ato që keni diskutuar, tregoni kur një sjellje e tillë e ka komplikuar më tej situatën. E kaluara jote e kuptuam që në fillim që ka pasur shumë sfida, shumë të mira të saj, por edhe përgjegjësi të larta, meqense ma thatë edhe para hyrjes në emision që në një moshë shumë të re keni ardhur në krye të Këshillit Pavarur të Mediave dhe natyrisht që kjo ka edhe sfidat edhe përgjegjësitë e saj. Por ka pasur ndonjë moment që një sjellje e jotja, pavarësisht personale apo profesionale, ka komplikuar ndonjë situatë të caktuar në të kaluarën? Kur mbani pozita të tillë që kom pas në KPM, shpesh vjen ka situata kur mund të vish edhe në konflikt me vetveten, ato ndjenjat personale, edhe përgjegjësinë profesionale. Po i kom pas shumë parasysh dhe i kom menaxhu mirë. Ndjenjen tash personale, më shumë ajo ndjenja në relacion me media, kur ndoshta do të merren vendime më strikte, ligjërisht, që do të përcillen edhe të kalohet në minimas një vendim jo shumë i mirë pritur. Ajo ndjenja nga ana njerëzore, me kuptu gjendjen e medias, financiarisht sidomos mediat nuk është që kanë qenë në pozicion të mirë. Kom pas asi problemesh, po prapë çfarë do situate, kom tentu t'i marr parasysh të gjitha, t'i dëgjoj zërat e të gjithëve, edhe mos ndihem keq për çfarë do vendimi, edhe që veprimet e mia, analizat e mia, kjo është shumë e vështirë, sa e ke dalë? Mos të keni ndikim që pastaj unë mos ndihem mirë me veten time për ato që kam vepruar. Ja kom dal, nuk ka qenë lehtë, por ja kom dal. Ndoshta koha ka me tregu të veten, njerëzit që kanë punu me ta, e dinë edhe ma mirë çfarë do situate që kemi pas të vështirë, po nuk kam pas dëshirë të jem një person të shkaktoj probleme, kur nuk kam qenë person konfliktoz, po nuk kam qenë as si personi, dhe nuk jam as si personi që ajo që ka e mendoj, ose të mendoj që veç unë kam të drejtë edhe diçka patjetër që në fund du të ndjehem mirë me vendimin tim, po shumë i marr parasysh të gjitha anët, se du të marrë vendimet të drejta. Cili është vendimi më i vështirë që e ke marrë si shefe KPM-s për mediat? Vendimet kur nuk kanë qenë të lehta.
Sidomos kur Po një që t'ka ngelur në mendje, kam përshtypjen që ka të tilla gjithmonë. ka të tilla, ka vendime që edhe pse janë ndjek të gjithë hapat e dur dhe e di që profesionalisht nuk ka qenë asnjë shkelje, kur ka pas vendime që pastaj nga jashtë ose ne kemi pas shumë punë me Kuvendin e Kosovës, sepse si institucion i krijuar nga Kuvendi i Kosovës, raportimet, mbikëqyrja të gjitha ato, në situata kur janë ndërlidh aspekte ndoshta që janë konsideru edhe patriotike, për shembull të shmbyll një televizion në një region të caktuar, që është i ndjeshëm, ligjërisht që është të mbyllet, të gjithë kanë qenë kundër Nailes, du mendu që ka qenë vendim veç ashtu pse në kokën tënde ose politik. Edhe e keqja është që kur tjerët nuk i kryen detyrat që u takojnë me zgjedhje probleme politike, patriotike, edhe mandej tentojnë të kapen me një pikë, ajo më ka shkaktuar për një kohë, një periudhë ka qenë disa javshe, problem i gjithë Kosovës. Më kanë identifikuar kur përmend Nailja, përmend edhe një televizion i caktuar që është dashur KPM-ja, jo Nailja, KPM-ja të marrë vendim në relacion me televizion. Edhe ajo nuk më ka bërë mundi mirë. Derisa më ka dhënë mundësia mi shpalos të gjitha faktet, të gjitha dhe me kuptu situatën, po. Edhe kjo ka qenë mund ta konsideroj si një periudhë që nuk jo ndi mirë në qatë kohë. Përndryshe, edhe pse kam ditë vendimi ka qenë i duhur, pas përgjegjësive që i kemi pas si institucion, natyrisht. Por derisa nuk kam dash tjerë ta perceptojnë mënyrën e gabuar çysh e kanë perceptuar. Edhe çysh e kanë interpretuar, edhe pas një hezitim, je kanë marrë të drejtën ndoshta edhe të më referohen që në terma të ndryshëm. Vendimi nuk ka qenë i duhur. Po, e qartë. Gjithsesi kam përshtypjen që gjithmonë e vërteta ka dalë në pa pastaj. Nëse jo në atë kohë, në kohën për cilën po flisni, më vonë gjithmonë është kuptuar e vërteta dhe është kuptuar fakti që keni pasur të drejtë me atë vendim. Kjo e mirë është që gjithë po është kuptuar, se kur shkojnë edhe çfarë do institucioni, ne kemi qenë mbikëqyrës i punës së medias. Natyrisht. Kemi ndihmu media të jenë ma profesionale me bazën ligjore që i kemi nxjerr. Mirë po edhe KPM-ja edhe çdo institucion i nështrotë një mbikëqyrje nga dikush tjetër. Natyrisht. Edhe çfarë do vendimi që KPM-ja ka marrë, është një nështruar një rishikimi gjyqësor, edhe pastaj kur janë ndjek procedura dhe prap kanë dalë vendime të drejta, kjo më ka bërë gjithmonë mundi ma mirë. Natyrisht. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjedhni një kartë. Tashme për marrë manal. Hajde. Strategji e mirë. Kompenzimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne balancojmë dobësitë tona duke theksuar pikat e forta në fusha të tjera. Për shembull, unë mund të mos kaloj kohë me fëmijët e mi, por paguaj që ata të ndjekin shkollat më të mira. Kur dhe si e përdorni kompenzimin si mekanizëm mbrojtës? Jepe një shembull. Mundesh mos me u bazu tek shembulli që është thënë këtu, por në përgjithësi a është Nailja person që i kompenzon situatat? Nailja nuk e cika, se fillua me fëmirin. Nailja tash është nanë e 2 fëmijëve, tash 20 vjet nana e Argjirës, e që 15 vjet nana e Liburnit. Edhe kjo është misioni më i përmbushur edhe më i mirë i jetës teme. Edhe mision, bekim, sudjellshme çujt. Është vështirë dhe çdo prind është me gjetë fjalët e duhura për me. Natyrisht, nuk përshkruhet. Kompenzim gjithmonë e du edhe vuj edhe kom qef me bë kompenzim të kohës, të momentit. Kjo është diçka që e du momentin, du me kriju kujtime sa ma të mira, edhe ato mi ofru fëmijëve të mi, që ato ma të mirat me mu, si nanë. Edhe me këshilla, edhe udhësime, edhe ndihmen. Komunikimin e kam shumë të rëndësishëm çfarë do fushe, edhe në familjen tonë, edhe me burrin. Burri është përkrahas shumë i madh prej fillimit, se me pas një pozitë këtill në Kosovë, që kom pasur një moshë të re, më ballafaqu me shumë gjana, kom pas nevojë me pas një përkrahje dhe më kanë ndihmuar shumë, që ndoshta në situata të caktuara e merret për të mirë qenë. Po kjo ka qenë tjetër fati imi,
edhe me familjen e shoh veten përmbushur. Familja përmosht gjithçka. Gjithsesi do doje ti kompenzoje situatat ndoshta në rritjen e fëmijëve, sepse e tha që pikërisht në kohën kur ju jeni mbruar në krye të KPM-s jeni bërë edhe nën për herë të parë, nëse nuk gaboj, edhe ndoshta ajo ka qenë periudha më e ngarkuar e jetës tënde profesionalisht, por në të njëjtën kohë ke pas nevojë edhe të angazhohesh me fëmijën tënd. Po, Argjira ka lind në shtator 2005, unë e kam marrë detyrën e kryeshefës në nëntor të vitit tjetër. Të njëjtën ditë kur ka lind Argjira, unë kam filluar studimet master. Wow. Kam pas një periudhë të gjitha në një. Edhe po të asaj kohe është diçka që në kohën fatkeqësisht nuk mund me kthy mbrapa. Natyrisht. Edhe nuk është që kanë qenë gjithmonë afër fëmijëve. Se kam qenë shumë e ngarkuar. Edhe një punë kur e mban të atill, nuk është që ke një orar caktuar. Problemet vazhdojnë edhe pasi përfundon ai orari zyrtar. Shkon në shtëpi e keni problem të duhet me trajtu, je ngarkuar, fëmijat t'japin forcën, po prap nesër duhet me mendu qysh mi balancu të gjitha. Natyrisht. Gjithsesi unë besoj që mirja ke dalë në këtë pjesë, nuk kam fije dyshimi. Edhe unë përveç më thimë se ajo koha që nuk i kom pa ndoshta 24 orë rritjen e fëmijëve, por kjo është diçka që çdo non që punon ashtu ballafaqohen me ta. Po prap fatmirësisht në Kosovë unë ashtu mendoj kemi edhe institucione që kujdesen për fëmijët tonë kur ne përcjellim në qerë dhe në kopshte. Edhe i lajmë fëmijën edhe në durë të sigurta, pra atë kosa nuk jemi. Edhe mandej atë dashni që ajo japim atë kujdes, nuk ajo është lloja kompensimit që tentojmë me bë edhe shpresojmë që arrijmë me bë. Natyrisht. Çka thotë e ardhmja në këtë pikë dhe e fundit për këtë raund? Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të lexoni një libër, cilin libër do të zgjidhnit dhe pse. Për ta thjeshtësuar, në gjithë këto perspektivat jetës tënde që i folëm, nga familja e deri në këtë moment, cili do të ishte libri që do të përshtatej më së shumti për jetën tënde dhe që ti ndoshta e ke lexuar deri tash? Elvana, kam lexuar në të kaluarën shumë. Momentin tash nuk ndihem mirë dhe krenare me ato që nuk është që jam duke lexu për qef. Edhe nuk jam të lexu romane edhe libra që janë të rëndësishëm në atë fushën që më japin mua qetësi shpirtërore edhe ndihmojnë me kuptu gjona ma mirë, se unë e mendoj jeta është mësim i vazhdueshëm. Edhe shumë du çdo ditë me pas mundësinë me mësu diçka të re edhe po qëtë aspekt mund e më thonë që jam pak e varfër prej kohës kur kom fillu edhe punën angazhimet edhe në KPM ato 12 vite, 4 mandate kanë qenë të mundimshme dhe koha e lirë që e kom pas o kanë dedikume familjes, se ashtu edhe materialet e dokumentacionet që dash të lexojet për çdo ditë. Kanë marrë kohë, po. Media është zhvillu çdo ditë, gjonat janë zhvillu, gjithçka dash me përcjell atë fushë. Mandej, pasi kam përfundu në KPM, me projektet të tjera, me punët të tjera, edhe doktoratën, unë tash më duhet lexoj gjana për studimin që janë të e bo. Po, çfarë zhanri të romanit jam, kisha pas qef diçka që ma shumë ndërlidhet me ato që ka jem të e kalu, edhe një kuptu të gjana që tash... që e ke lexuar të kaluar që lidhet me jetën tënde personale, që të përshkruan ty dhe gjithë rrugtimin tënd jetësor që e ke bërë? Nuk mund të me mendu ndonjë. Jo, është diçka një libër që ndoshta i pashkruar për shumë për meja e jetë jeme, edhe pse kom dalë të shkrumit. E ke mendu ndonjëherë me ardhë me një libër autobiografik për gjithë rrugtimin tënd në një të ardhme të afërt? E kam parasysh e mendoj, edhe fatkeqësisht gjatë kohës luftës kom baj ditar, se më kanë alën atë fazën kur kom shkru. Edhe është fatkeqësi e madhe që pas luftës e kom larguar ditar. Nuk ekziston më. Se nuk kom dasht në ato momentet e pas luftës, ai entuziazmi që këtë familja është bashk. Po.
ndoshta ka qenë gabim shumë i S'ke madh. dashur me rikujtu ditë tek këqia Edhe që ke shkruar edhe ajo aditar. ka qenë diçka që nuk du me kujtu. Po gabim se ndoshta edhe çka mundem për mi dhon publikut në ato që duket që nuk ka rëndësi ndoshta për publikun, po mendoj që në jetën time çado që e kam bë profesionalisht ka rëndësi edhe të tjerët me ditë edhe me udhëzu të tjerët për shumë gjëra. Natyrisht. Do të ishte e mirë, po do të ishte mirë ta kishte edhe çat pjesë me ndërlidhje edhe me atë kohë, po ajo ka ndodhur si soi kam një peng, pse nuk e kam ende, se do të ishte e mirë. Mi kujtu, ne i kujtojmë gjërat e të kalumës, po ndoshta jo tamam sa duhet. Sa duhet, po. Për me Shpejt i qenë harrojmë shumë disa mirë raste. njës Po. edhe për ato tash që na ka ardhur dhe çka po ndërtohet bashkarisht në këtë vendin ton të mirë Natyrisht. çdo ditë. Mirë, dashur shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si je në këtë pjesë. Mirë, mirë shumë. Po flasim për perspektiva të ndryshme të jetës tënde, do të kemi edhe shumë çka bashkë për të folur. Është koha që sërish të rikthehemi muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që vetëm pas pak vi me raundin e dytë. Miq të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në emisionin Hynesha, tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të hyneshës sime personte, zonjës Naile. E dashur si je në këtë Mirë pikë të emisionit? Mirë shumë me ty. Shumë e qetë po me ty dukesh. Po reflekton shumë pozitivitet, zgjedhë një kartë nga e kaluara. Të shohim ku do të na përplas jeta në këtë pikë. Femirin e krym. Po ka mesi. Hajde. Si do t'ju përshkruanin miqt dhe kolegët tuaj kur bëhet fjalë për intelektualizmin tuaj? Si mendon se të përshkruajnë të tjerët? Ose ta ka thënë ndonjëherë dikush ndonjë mendim direkt? Mi thojnë vazhdimisht dhe e ceka që ndoshta prej asaj që më rrit jam shumë tip i dashtën, edhe jam shumë tip i shoqërueshëm, edhe gjithmonë jam ajo ndoshta që e maj dhe shoqënin. Edhe në ato kohënat kur kam qenë shumë e angazhume, e ngarkume, unë kam qenë ajo që ka thirrë të tjerët. Kam gjetë kohë. Edhe Qenë kemi të njëjta në këtë pikë. edhe se gjithmonë këtë punën e krijimit të momenteve të mira. Njerëzit ma thojnë, më vlerësojnë për këto. Më vlerësojnë për edhe në atë aspektin profesional, në mënyrën e gjykumit, mënyrën e të mendumit, diskutimet që i kemi, në diskutime me shoqëri, në familje, shoqet më të mira, ma dashnë i kam dy motrat e mia, Besën edhe Dijen. Besa është mësuese, Dija jeton jashtë Kosove. Diskutimet, këshillat, ndoket e arri me dhanë një kontribut të mirë, një mu tjerve, po shumë edhe më ndihmon, ndoshta edhe kjo qasja ime, edhe kom pas gjithmonë fatin edhe shoqërinë t'i kem njerëz që mendimet e tyre kanë shumë peshë. Edhe tash jam përshtat edhe ata me mu. Cila është këshilla më e mirë që e ke marrë nga rrethi shoqëror ose nga njerëzit e tu në përgjithësi gjatë jetës dhe që ti vazhdon me praktiku edhe sot? Më e mirë është që edhe unë du veten për ato që jam, nuk du me ndryshu dhe nuk du në çfarëdo situatë, edhe pse ndoshta mund të më kushtoj. Sidomos në shoqërinë, në atë kuptimin shoqërinë tonë, të jem vetvetja. Edhe të ofroj ato që ka Ke arritur ta mbash gjatë gjithë kohës, sepse nganjëherë situatat dinë edhe të na çesin, po them, jashtë vetës. Ajo e mbaj gjanat, jam shumë mirë me menaxhu çfarëdo situate. Të themshme, të rëndë, sikletshme, pa pritur, të pritur. Po i mbaj ato që të vështirësitë me cilat ballafaqohem, në moment edhe e kam ashtu parim të jetës. Ajo që kanë varet prej meje, du shumë me trajtu, du shumë më marrë me ta. Deri në një kufi kur çka une duhet më bë, çka mundem me bë, vetëm aty fokusohem. Çka nuk është kompetencën time ose jashtë forcave të mia, është diçka që nuk ndihem mirë, tentoj me çdo kusht ajo puna jeme dhe kontributi jeme dhe ajo çka une mundem me ndryshu, tjetë në atë mënyrë që une të ndihem mirë dhe të them që une kam bë ato që kam mujt me bë, çka nuk është në dorën time, po pak të mos të them me mendu që jo, ajo po një pengesa është në anën tjetër e, okej, pra tash une
nuk po bëj diçka. Qartë. Kjo është më të e kam njetë këtë formë të mendumit dhe të veprumit. Çka është në dorën time, mire me ta, mundem edhe me vujt, mundem me hekeq, e mbajnë veti. Do shta ato pasojat e aty në situata që i menaxhohen, do t'i shumë avon, ose tash ndoshta jam prezente nuk po i shoh, po kjo është ajo që Zgjedhje e duhur. që e bëj. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjedhni një kartë. Tashmë të parën, ë? Në çfarë situatash në jetën tuaj jeni ndier e humbur dhe e çorientuar, si ka ndodhur? Mendoj se njeri ndodhin situata ku ndonjëherë duket sikur gjërat nuk po funksionojnë. Me ty edhe për ty. Je në mes të një labirinti. Po. Edhe e humbur jam ndi kur kom pas humbje në familje. Të gjatë dekadës fundit i kam humbë edhe nanën edhe babën. Që më kanë po prap edhe këto dhimbje janë ato dhimbje që i mbajnë shpirt. Edhe prap shpresoj që unë të kem një jetë sa e kam pas ata, të arri sa kanë arrit ata si prind, edhe e të orientume nuk mund të më thonë se tentoj shumë edhe me mbajt balancin. Ashtu ku duhet jem. Po e humbur ndodh ndoshta edhe në jetë kemi edhe shkenime. Natyrisht. Edhe mund të jemi edhe personale edhe profesionale sidomos kur punon në një ambient edhe ke një pozicion që konsiderohet edhe është pozicion i rëndësishëm. Fatkeqësisht, pavarësisht çësjes që e ke, pavarësisht që unë e kam shumë parasysh faktorin njeri edhe gjithmonë gjatë punës time dhe me ekipin tim kom pas shumë qejf mi pa ata njerëz me cilët kom fillu me punu edhe me cilët i kom lënë KPM të i pa të rrit, të zhvillu, të bë shumë të mirë për ato për çka janë aty brenda. Nuk kom dash ata më pa me atë titullin përpara. Ose dhe njerëzit jashtë të më shohin me atë titull, se e kom pas një titull një kohë, nuk e kam. Gjona që janë mendu për mua në atë kohën kur e kom pas atë pozit, ju më ballafaqu dhe masanej, pa titullin përpara. Më thonë, nuk kemi ndryshu. Edhe ju më di e humbur kur ky mbishkrimi para prak njerëzve ju ka bo ma shumë përshtypje. Se sa personaliteti të real. Kjo është diçka që kur kesh si pozicioni nuk të bën mundi mirë. Natyrisht. Edhe I bie që njerëzit respektojnë vetëm për shkak të pozitës. Ama e mirë është që edhe kur merrni si pozicioni, pavarësisht çfarë do moshe që mundesh moshën 28 vjeçare ka qenë moshë e ri për mua për me marrë një përgjegjësi të atill, po gjithmonë kom dashur dhe gjithmonë du me sfidu veten më mësu diçka, me testu. E ke edhe parasysh kur merr si pozicione që njerëzit kanë më të pa edhe në atë formë. Edhe kur e ke parasysh ato, mendoj që te kalon ma lehtë. Mirë, po ka raste ku ndihesh e humbur, ndihesh e lëndume, ndoshta pa ndoshta. Po prap te vazhdon. Duhet me te kalu. Edhe duhet me te kalu, edhe duhet mi kuptu secilin. Edhe kjo është, edhe tash me fëmijë kur të flas, edhe situata tash si printim i ballafaqu me to gjana para gjeneratave të reja. Tenton më dhon në të kuptim jo mësime, po të më tregu çka ka pas më herët, çka nuk ka ndryshuar në aspektin shoqëror tek njerëzit. Gjithmonë e kom pas të rëndësishme, po tash edhe për fëmijë kam të rëndësishme me kuptu, po dhe gjeneratat e reja, me kuptu pozicionin e secilit. Edhe çfarë do veprimi që dikush e ka karshi nesh, me kuptu arsyen. Ndoshta jo që janë gjithmonë arsyet më të mira, po me kuptu në ata që i ka interesat e caktume, unë nuk do t'ishte mira qasje që e ka, po jo, po prap. E kjo më ka ndihmu ndoshta edhe me këto humbjet e momenteve caktume, në atë kuptimin që ju më po jap një maksimum, po kam konsiderat gjithçka, edhe pse kur nuk kam e pas qit pozicion, kanë me më pa ndryshe, kanë me më konsideru ndryshe, jo për më mi
pas parasysh meritat, vlerat e mia që unë i sjell si Naile, pavarësisht a jam kryeshefe, a jam ligjërose në fakultet, a jam non, a jam veç një qytetare në rrugë. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë round? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, cili është hapi i parë që do të ndërmerrni për ta arritur këtë qëllim. Në një të ardhme të afërt, cili është qëllimi yt për cilin ti do të punosh dhe cili është hapi i parë që do ta ndërmarrësh? Një të ardhme të afërt e ceka që para përfundimit të mandatit të fundit në KPM, kam regjistruar doktorat në Fakultetin Shkencave Shoqërore në Universitetin e Ljubljanës. I kam lënë veten me pauzu disa kohë. Studimin jam të e bë për zhvillim të politika mediale në kontekstin e sistemit mediatik të Kosovës. Kam qenë shumë vjet e fokusuar dhe brenda një ambienti ku ka pas regulatori rolin e mbikëqyrjes edhe gjithmonë e ka marrë ndoshta parasysh vetëm një këndvështrim. Ato rolin që e ka pas mbikëqyrjes, me sjellje rregullore të reja, kode të reja, me përcjell punën e medias, me u kënaq me ato që po arrihet, me tentu mi parapris situatave, zhvillimeve të reja që janë bë. Më ka dashur kohë dhe i kam thënë vetes kohë me pauzu pak. Edhe mi marr parasysh në aspektin akademik edhe gjëra të tjera, më thon perspektiva jashtë asaj që më bë. Edhe qëllim shumë në një të ardhme të afërt e kam me përfundu doktoratin. Kjo është diçka që jam të punu tash pas një pauze që e kam pas përcaktu për veten. Me përfundu doktoratin, me pas shumë kohë ma shumë me marrë me hulumtimet asaj fushë. Mediat kanë evolu shumë, shoqënia po evoluon shumë, bota po evoluon, ka gjëra të mira, ka gjëra që edhe zhvillimet që ka bëhen teknologjike jo gjithmonë po na sjellin gjëra që po i mirëpresim ose po na një formë po na shkaktojnë edhe disa brenga për ato çka po ndodhë dhe çka mund të ndodhë prej asaj çka po na vije. Kam shumë dëshirë të mirë me këto studime, kam shumë dëshirë të bëj diçka si Naile, qoftë në të ardhmen dua ta shoh veten si ligjërose në universitet, qoftë publik ose ato private që i kemi, po për një të mirë që të kontribojnë ato në komunikim, i përgatit gjeneratat e reja si që t'jenë qytetar të përgjithshëm digital. Shumë e bukur. Kjo është ajo që e synoj edhe krejt këto me arrit mi dhon shembull edhe mi bë fëmijët e mi muni krenar me mu. Gjithmonë nuk kam jo për ato vetë çka kanë bë, po se janë krenar me ty gjithsesi. Kjo është synimi im kryesor. Mirë, e dashur në këta minuta të fundit të kësaj pjese të dytë, dua të pyes dhe dua një përgjigje të shkurtë sa ka kohë për muzikë Nailja në gjithë këto angazhime që i ka përpara vetes. Sa dëgjon muzikë? Nailja muzikë, nëse në shtëpi nuk e di ata të tjerë s'është që i kom pyet ndonjëherë, ndoshta dhe mund të më shka këtu pak natësi, po nuk e du qetësinë. E do zhurmën? Edhe momenten si të qohem, unë e do edhe në çfarë që filloj, qoftë të mirë me angazhime të shtëpisë, qoftë me lexim, me shkru, muzikën e du shumë. Edhe muzikë çfarë do lloj, vitet tash të fundit, ndonjëherë po bëj ashtu ma humor, thoma ka filluar ndoshta edhe mosha pak me bot veten, po ndihem gjithmonë e kam dashur në muzikën shqipe. Po tash të gjitha zhandret. I du shumë muzikën shqipe, dëgjoj ndoshta edhe ma shumë vitet e fundit muzikë në gjuhën shqipe. Ndihem shumë mirë që po na afrohet Laramani. E vërtet. Sikurse që ndihem shumë mirë që kemi një Laramani të madhe të mediave që po na ofrojnë këtë mundësi. Ndoshta pse i takoj asaj gjenerate kur për shumë vjet kemi pas media tonat edhe vërtet. Mend se kemi prit me dëgju diçka. Ka qenë e cunguar. Kështu që unë në maksimum tentoj mi shfrytëzu shumë edhe muzika është pjesë e pandashme, është shoqërues i mi përditshëm. Cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty sonte në valët e Radio Kosovës? Është shumë vështirë me zgjedh. Është nuk e pas ke vështirë me që dëgjon të gjitha zhandret e muzikës. Tash na e thuaj një. Me fëmijët e dëgjoj më shumë
Yll Limanin, patjetër. Edhe për këtë këngëtarët kam shumë respekt, I du shumë, po Yllin e kemi ndoshta Tamam Yll. po. Cila do të ishte një këngë e Yllit apo çfarë do? Ndoshta vetë që kisha lënë për zgjedhjen me boju. Okej. Mirë, atëherë unë do të los deskun e muzikës që për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio dhe për dëshirën e hyneshës sime personte të dëgjojmë bashkë një nga super këngët e Yll Limanit, ndërkohë që ne rikthehemi vetëm pas pak me raundin e tretë dhe të fundit. Qëndroni me ne. Kemi dëgjuar kështu bashkë Yll Limanin për dëshirën e hyneshës sime personte zonjës Naile, e cila tani është gati për raundin e tretë të hapjes së kartave të jetës së saj. Zgjedhni një kartë nga e kaluara. Të fundit I kemi, do në me shku Nailja me të parat. A ka pasur ndonjë rast të ngjashëm për ju dhe çfarë ndodhi? Në të kaluarën tënde të janë përsëritur rastet apo situatat? Qofshin ato personale, qofshin profesionale. Sikur ato vekimet që I kemi se na duken si déjà vu, ndodh që aktorë të ndryshëm, lokacione të ndryshme, po ato edhe ndodhin, janë pjesë dhe kanë qenë pjesë e jetës. Situata kur kanë qenë ngjashme, ajo paraprakja më kanë ndihmu edhe më shumë me qenë e përgatitur me menaxhu situatë në ato tjetrën që kanë gjasu me. Pra ke pasur situata të tilla, por ke ditur ti menaxhosh, ndoshta për shkak të asaj që ka ndodhur në të kaluarën. Për shkak të përvojës. Përvoja gjithmonë them, po edhe në ato situata ngjarje më specifike kanë qenë ndihmës për me ditë qysh ose me pas parasysh edhe në moment, edhe pa pritur nëse është ndihmon me mendu çka ka qenë më ndihmës, çka ka qenë faktor më I rëndësishëm në ato paraprake. Mirë, përgjigje e bukur, çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjedhë një kartë. Teorizohet se shkaku I të gjitha reagimeve tona të forta emocionale është në fëmijërinë e hershme. Mendoni për një rast të fundit në të cilin keni pasur një reagim të dhunshëm emocional. A kishte ndonjë gjë të krahasueshme në fëmijërinë tuaj? Në fillim të emisionit na tha që keni pasur një fëmijëri shumë të bukur përkundër sfidave që gjithë populli I Kosovës I ka pasur në atë kohë. Gjithsesi, a ka momente që Nailja reagon dhunshëm në aspektin emocional ndonjëherë? Apo a ke pasur raste të tilla? Nuk e di ç'me jo. Jam shumë tip emocional. Japi shumë prej vetes. Nuk është që pres ato që ka I jap të kthehet. Ashtu, jo. E poj pse ma ndin zemra, edhe unë e vlerësoj edhe perceptoj në atë formë, mendoj që është më e duhura. Po kur nuk e pres ose diçka që më lëndon jo në atë kuptimin të më kthejt ajo që unë e kom bë për mirë, po në çfarë do forme të mënyrë të padrejtë, që nuk mendoj që është edhe arsyeshme, lëndohem, por prapë ato e mbaj më vete. Nuk jam tip Nuk reagon ashpër edhe në situata të tilla? Jo. Me pak fjalë, që ndoshta dikuj mundet t'i duken edhe të ashpra, tash nuk e di, po nuk kam qejf me zgjat gjanat shumë. Edhe keq është që jap shumë për momentin kur e mendoj që është arrit një kufi, nuk ka tuti, po është mundem me konsideru nështë edhe mangësinë teme, që kur thehet ashtu nuk mundem për me ato raste kur mundem, se ndoshta ndodh kur ne punojmë edhe në aspektin profesional, ti duhet fillosh më vazhdu me komuniku shumë normal, me trajtu gjanat të se njerëzit që ta japin qatë ndjesi, se nuk mundesh me mos sjell ndryshe, se do të ishte jo shumë jo profesionale, jo njerëzore dhe mandej do karrojë në nivel tjetër. Si qëndron me kërkim faljen? Nailja kërkon falje apo fal më shumë? Kur e di që kom gabu, kërkoj, nuk e kam problem, se mendoj duhet me pranu. Nuk është rastet shpeshta, po në familje, ose ndoshta edhe me fëmijë, pse nga një herë fëmija po mdoket e kanë atë mendojnë që nona mos po mendojnë që po kam atë drejtë edhe nuk është që fort pe shpreh ato. Po jo, duhet me pranu, kam qejf me pranu dhe të tjerë të karshimeje. Na ndodh si qëndron me faljen? Apo e ke më vështirë të falësh?
gjithmonë është e rëndësishme të sqarohemi. Mund ndodh që diçka e bëjmë ose e them ose dikush ma thot mënyrën tonin si thuhet, muj me marr gabimisht. Edhe shumë du për mos harru deri në fund komunikimin, me qit të gjitha gjanat edhe me marr parasysh çka ka qenë. Edhe nëse pas atyre e shoh që nuk që mundem me fali. Po ka raste që nuk mundem. E kuptueshme, natyrisht. Mirë, çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë lloj ndryshimi nuk e dëshironi, çfarë po bëni për ta parandaluar atë? Çfarë lloj ndryshimi nuk e dëshiron tek vetja Nailja? Dhe çka po bën që ta parandalosh? Çfarë lloj ndryshimi? Ju mban ndoshta ma këtë dinamikën e jetës përditshme. Tash e kam pak ma relaksuese. Edhe ka momente që ndoshta to i marr parasysh një të kalumen që kam qenë shumë e angazhume, shumë e ngarkume. Nganjëherë ka pas situata ndoshta kanë qenë shumë abnormale që nuk e kom ditë as çfarë jam tu kalu. Nuk kanë qenë të lehta, i kam kalu me sukses, më ndi mirë, po ato nuk kanë qenë okay për ato që kanë qenë. Tash këto vitet e fundit që më të marrë me projektet e mia, me punët e mia ma shumë, me ato çka veç unë e zgjedhi me bë dhe çka unë ndihem mirë dhe e du, po më krijohet një farë lloj rahatie. Po frikohem mos po e krijoj rahati më të madhe, që sa që duhet. Po kalon në një comfort zone. Edhe kjo është diçka që ka momente që nuk po m'pëlqen. Nuk është që jam të ndërmarr shumë gjana për me ndryshu, po e mirë është që jam të e ditë ko problemi, edhe e di që duhet me ndërmarr diçka. Edhe gjithmonë mendoj njëtë, momentin që e pranojmë që e kemi një problem, edhe i gjejmë mënyrat qysh duhet me dalë, atëherë duhet edhe vetë hapin e parë. I bie që je gati ta parandalosh në çdo moment. Po. Mirë, e dashur, kaq ishte minutazha për hapin e kartave të jetës tënde. Tani që jemi krejt në fund, tregom cili është reflektimi yt mbi veten tënde dhe si po ndihesh. Elvana, shumë faleminderit për krejt këtë mundësi. Edhe për mundësinë me fillu edhe këtë ndryshimin që fola më herët, me fillu vitin mbar. Edhe me ty, më ke bë me reflektu, me mendu gjona që ndoshta vetë si kisha mendu. Dhe sigurisht si ke fol më herët, meqense tha që edhe paraqitjet e keni pas të pakta në media. Ndihem mirë me krejt ato që kam arrit. Ndihem mirë, edhe ndihem mirë njohse jeta që më ka ofru. Edhe në situatat e vështira kur mi ka ofru, kanë bë më të fortë. Edhe ne gjithmonë thojmë ma mirë mos të kish ndodh, ato nuk i dim. Jeta t'sjell, ne jemi njerëz, jeta është shumë sfiduese, po për gjithçkan jam mirë njohse. Edhe ndihem mirë me çfarë do situate, ndoshta edhe me kthy kohën mbrapa për shumë gjana, ne ndoshta mendojmë i kishim bë ma ndryshe. Po prap, unë mendoj për vete si karakter që e kam, nuk e di, nuk kisha ndryshu kur gjë. Kjo është ajo që mundem me pas gabim, po kjo është diçka që edhe nëse kthehem prap kisha vepru. Kisha vepru me zemër, se kom tash faktoj njeri është shumë i rëndësishëm për mua, me logjik të shnosh, me analizë, rishikim, me observim krejt asaj që është për rreth dhe krejt ty marr parasysh krejt tjerë që afektohen prej asaj që është veprimi jemi. E dashur më pa ta nderin dhe kënaqësinë e veçantë me të pasonte pjesë të këtij emisioni. Të uroj shumë suksese në vazhdimsi dhe miru takofshim në rrethana të tjera. Shumë faleminderit, suksese të mira edhe për ty shumë. Faleminderit shumë. Të dashur dëgjues, kaq kishim për këtë emision, takohemi javën tjetër.